Basania 0 dhe Shiroka 4. Ky është rezultati I kësaj ndeshje të luajtur në kompleksin sportiv të Bushatit. Me stafin tecnico të ekipit Shiroka. Urime professor Mattias. Auguri per questa vittoria perché è un risultato 4-0 a favore di Shiroka. Auguri ancora per questo. Grazie mille per gli auguri. Falenderojmë shumë për urimet. Veramente abbiamo venuto a vincere. Në të drejtën kena ardhur për me fitu. Ma all'essere sincero non pensavamo di fare una vittoria così ampia. Por të jemi sinqert, nuk e mendoshim këtë fitore kaq lehtë. È un campo difficilissimo. Është një fushë shumë e vështirë. Perché non possiamo giocare a quello che noi sappiamo giocare. Sepse ne nuk mund të japim gjithë ato që dim për me lujt. È difficile giocare la palla a terra in questo campo. Në këtë fushë është e vështirë të lush me topin poshtë. Penso che tutto questo è merito dei ragazzi. E gjithë kjo është merite e djemve. Perché abbiamo lavorato a giocare con un'altra idea. Sepse kena punu për me lujt me një ide tjetër. Con palle lunghe, seconde palloni. Me topa gjatë, pra për rreth një javë kena mundu me punu me topa gjatë dhe me topat në erë. Essere compatti. Të ishim të lidhur. Non commettere falli. Për të mos bërë as falla. Penso che tutto il merito è di loro perché hanno capito come giocare questa partita. Gjithë merita është e tyre sepse kanë arritur me kuptu atë që na kena kërkuar dhe kena dëshiruar për me bë. Pjesa parë deri diku e barabart, por në dytën u bë diferenca. La prima parte è quasi uguale per tutti e due equipi, ma seconda parte c'è solo Shiroka. Sì, abbiamo aggiustato un po', certamente ci ha servito il primo tempo per conoscere anche il campo, per conoscere il gioco di loro. Me të thënë drejtën në pjesën e parë u desh për me njoft ekipin dhe fushën. Abbiamo dovuto cambiare a Buzza, che è una pieza importante per noi. Na u desh edhe që të ndroshim edhe Vucën sepse është një lojtar I rëndësishëm për ekipin ton. Ma credo che lo abbiamo fatto bene, abbiamo aggiustato anche alla fine del primo tempo qualcosa tattica. Ndryshume diçka në fund të ndeshjes edhe në mënyrë taktike dhe të them drejtën rezultoi shumë I saktë. Te ripeto ancora, I ragazzi hanno capito tutto e per questo che abbiamo vinto 4-0. Përsërisim edhe herë që djemt të kuptuan çdo gjë që I kemi thënë dhe është meritë e tyre për këtë rezultat. 4 gole në fushë kundërshtare janë mjaftueshëm për të dhënë vlerësimet maksimale për skuadrën. 4 gol in questo terreno, ci sono punti massimali per noi. Sa I kënaqur jeni për Sì, Come resti per tutte queste settimane? Guarda, sicuramente ci dà qualcosa di extra in quanto alla motivazione. Të them drejtën është diçka më e madhe kur ka dhe motivim brenda. Perché prima di tutto, innanzitutto, vincere in questo campo è difficilissimo. Sepse mbi gjithat fitosh në këtë fushë është shumë e vështirë. Non tutte le squadre possono venire qua e vincere o guadagnare almeno un punto, è troppo difficile. Është shumë e vështirë dhe shumë ekipe kanë ardhur këtu dhe nuk kanë mujt me fitu ose të marrin një pikë ose të fitojnë 3 pikë. E penso che se siamo intelligenti questa può essere una partita di 6 punti, no di 3 punti. Për ne, me fol nga pjesa inteligjente, për ne janë 6 pikë, jo 3 pikë. Do të jetë një garë me Beslidhen dhe Sopotin? Ci siamo in gara con Beslidia e Sopoti perché tutte e due ha vinto? Sì, lo so, ma io preferisco che noi siamo un po' più tranquilli, stiamo facendo le cose bene, ma noi la realtà è che siamo diversi a Beslidia, a Sopoti, loro si hanno preparati per vincere il campionato, quindi sono orgoglioso che stiamo lottando alla pari. Është diçka krejt ndryshe me këto dy ekipe sepse ato janë përgatitur shumë më përpara për të fituar kampionatin, ne jena diçka risi në këtë kampionat dhe jena përgatitur ndryshe. Certamente ci illusiona questo gioco che stiamo facendo. Pavarësisht se kjo po na gëzon edhe po na iluzion neshjet që po bëjmë. Però il primo obiettivo nostro è altro, diverso da Beslidia. Jemi sinqert, është tjetër interesi joni ndryshe nga Beslidia dhe Sopoti. Megjithatë, po përfshi edhe pjesë të tjera të vërsurit, ne në rrallëfar duhet të shohim veten, pastaj ekipet tjera. Pikërisht për këtë temë, një Shirok që vjen nga kategoria e tretë, por marshon javë pas jave, tashmë është e dyta në renditje. Deri kur mendon të shkojë kjo Shirok? Vieni da il categoria 3, dove andare questa Shiroka? Che pensi? No, come te ripeto, noi dobbiamo cercare di mantenere la categoria. Për ne është, siç e thamë më përpara, të marrim kategorinë, kjo është e rëndësishme. Il più presto possibile. Shumë më shpejt se është e mujtur. E poi se alla fine ci troviamo in questi posti
per lottare per vincere, sicuramente proveremo a vincere. Edhe nëse qëndrojmë luan me këto forcë në këto vende, normalisht do të provojmë për me fitu. Dhe diçka ndoshta fundit për stafin teknik, ju shikojmë në pankinën e stolit me kolegun tuaj Ardit Manic që keni marrëvajtje shumë bashkëpunim me. Pali con collaborazione con io e te. Sei Certamente che sono molto contento, ce l'ho dei grandi professionali da fianco a me, ma lo più importante è che ce l'ho grandi persone, quello che valutiamo di più. Faleminderit. Përveç anës profesionale është edhe personi i dur, po flas për veten këtë rast, por grazie mister. Prego, Grazie. prego. Dhe fundit keni ndeshja arshme, Con Sopoti? Është me Sopotin? Sarà una partita durissima, loro hanno una bella squadra, stanno facendo anche bene. Quindi niente, adesso preferisco riposare e poi penseremo lunedì. Është ekipi fort, mendojmë pushojmë një herë, mos të mendojmë gjithë javën për me punu për ekipin e Sopotit, kundër Sopotit. urime. Faleminderit edhe për ju. Arrivederci.